Bëj këtë video të tregoj diçka sepse shoh shumë spekulime. Unë vin jetë nga dy prindër shumë të mrekullueshëm dhe faleminderit Zotit. Kam 17 vjeç që merrem me muzikë. Fitoj lega muzika shumë mjaftueshëm, edhe nuk është se është interesi im personal të fitoj Partia Demokratike apo nuk më mban as Partia Demokratike mua me lek, as nuk më jep lek. Mua më mbajnë fancat, talenti im i muzikës, familja ime dhe më thetë thash. Por, ju kësha bo thirrje popullit, kini kujdes ku do ta jeni këtë votë, sepse vetës do ja boni, ma besoni këtë gjo. T'japësh votë Partisë Socialiste, tyre të degeneruarve, që s'kandon gjo pa bo, unë nuk e di, do më thonë. Zoti qoftë me ju, por mendojni mirë votën se ku do hidhni. Ma besoni. Po s'është partia jonë si Partia Socialiste, më bje shumë keq. Mendoj që Partia Socialiste janë njerëz më të ndyrë që kam parë ndonjëherë në historinë time të jetës. Ta marrim nga kryeministri, njëri që ka rraf gratë, njëri që ka pi drogë gjithë jetën, njëri që ka bërë gjitha pisliqet, dhe po ta vini re në Parlamentin Shqiptar apo në grupin e socialistave, ky i ka marrë gruan atit, ky ja ka kalu gruan këtit, ky ka bo këte, ky gruaja ati këtu. E kuptoni ju çfarë lloj njerëzish janë këta apo jo? Krahasosh Edi Ramën me Sali Berishën, është si të të lejë Zoti qort, pa dy sy dhe pa vesh. Ju e keni në dorë vetë ku dhe hedhni votën, por më besoni që po ja dhatë prapë Edi Ramës, mirë t'ja u boj, t'ja u shtypi kokën, edhe mirë ja u ka bo 12 vjetë, kanë vje dhe janë pasurus, as ka.